Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Në fakt të shumta kanë qenë mesazhet që janë adresuar në rrjetet e mia sociale duke më pyetur Tiron si mendon, a do të vazhdoj marrëdhënia dhe shoqëria mes Mozës edhe Bujakës, apo do të ndërtohet një shoqëri më e mirë me Ilirin, por gruaja e Ilirit natën e mbrëmshme ishte pak e tensionuar, ndoshta nuk i ka pëlqyer puthja që Mimoza ja dha Ilirit. Tani në thelb, nëse flasim për thelbin, është më se normale, asnjë grua nuk do ta duartrokiste dhe nuk do ta mbështeste një puthje e cila jepet në buzë. Por kur bëhet fjalë për dy artistë, do të thënë, ajo puthja nuk ishte një puthje dashurie. Ajo puthja nuk ishte një puthje emocionale, pasionante, një puthje e ardhur nga ndjenjash. Ajo ishte një puthje që për mendimin tim u dhurua më së shumti për spektakël dhe u bë për spektakël. Mimoza dhe Iliri janë artistë, do të thënë janë artistë shpirtërisht të lindur, janë artistë shpirtërisht të krijuar dhe mund të bëjnë skena të tilla, do të thënë mund të bëjnë veprime të tilla që janë në favor me artin e tyre. Supozojmë, nëse Iliri dhe Moza do të marrin pjesë në një film, për shembull që do ta krijon Eduard Grishaj, dhe në rolin e tyre janë burrë dhe grua. A duhet të puthen ato? Me patjetër që po, sepse në një çift martesor burri dhe gruaja puthen. Dhe mua nuk më duket diçka e paimagjinueshme, një grua e cila adreson një puthje tek një burr në aspektin njerëzor, në aspektin shoqëror dhe me vlera shumë të bukura. Dhe nuk më duket gjë që duhet të i dhërohet bashkëshortja e Ilirit. Okej, ato familjarët në këtë rast ndikohen jashtëzakonisht shumë nga komentet dhe duhet të kemi kontroll, sepse të dalurit nga kontrolla jon edhe mund të na dënoj keq, por unë këtë puthje, domethënë nuk e shoh një puthje për ndarje. Sa i përket Bujakës, unë mendoj që Mimoza dhe Bujaka do të ruajnë shoqërinë e tyre, në thelb ato përsëri e duan shumë njëri tjetrin, kanë krijuar me atë afrimitetin, kanë krijuar me atë afeksionin, por mendoj kjo gjëja do të merr pak kohë. Tani Bujaka dëshiron që të çmallet me jetën e tij, me familjen e tij, të rikthehet në realitet, sepse të qenurit i izoluar brenda një shtëpie, i fokusuar në një lojë, normalisht më pas, domethënë, të duhet një kohë goxha e mirë që ti të ndeshesh me të vërtetën, me realitetin aty ku je, në jetën tënde të përditshme, domethënë nuk është eksperiencë e lehtë, por mbi të gjitha shoqëria e tyre jam shumë i bindur që do të vazhdoj, por edhe shoqëria me të gjithë fermerët e tjerë nga ana e Mozës do të vazhdoj, sepse Moza, siç duket, ka mbyllur kapitullin fermë, tani është kthyer në kapitullin njeri.